kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk është kufi shqiptarëve. Është kufi Jugosllavisë, i Serbisë dhe duhet ta heqim. Kosova duhet të bëhet sovrane dhe ta gëzojë të drejtën për t'i bashkuar Shqipërisë. Dhe me një referendum do të mund ta bënim këtë. I bashkojmë burimet njerëzore, i bashkojmë resurset natyrore, bashkojmë tregun dhe interesi ekonomik, interesi i sigurisë na thonë që bashkimi është i nevojshëm, por edhe vullneti i popullit besoj që është për bashkim. Të gjitha sondazhet e tregojnë një gjë të tillë. Ky vullnet duhet të shndrohet në të drejtë dhe do të krijoshim balanse të reja në Ballkan, të cilat do të ishin jo vetëm më të drejta, por gjithsesi edhe më afatgjatë. Do të përpiqemi që mandati i qeverisë së ardhshme të mos jetë 4 vjeçar, por para kësaj të mos lejojmë kurse që PDK-ja, e cila fatkeqësisht doli e para, partia e korrupsionit, e privatizimeve, pazareve me Serbinë, e krimeve nga më të ndryshme, t'i pamundsohet që ta formojë qeverinë, sepse nëse vazhdon kjo parti shtet edhe 3 apo 4 vite të tjera, atëherë shteti i dobët i Kosovës rrezikon që pakthyeshëm të bëhet shteti dështuar. Zoti Kurti, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të folur për ne. Mirë se ju gjetëm. Ju faleminderit shumë për mundësinë dhe mirë se vini. Zoti Kurti, zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë u mbajtën. Populli i Kosovës e dha vendimin dhe në këtë garë lëvizja vetëvendosje shënoi një rritje krahasuar me votimin e mëparshme. Si do ta shfrytëzojë vetëvendosja rezultatin e arritur? Së pari, ne nuk jemi të kënaqur me këtë rezultat të arritur, por megjithatë është e vërtetë se kur nuk kemi qenë më të fuqishëm si lëvizje vetëvendosje, si organizatë politike dhe gjithashtu nuk kemi pasur kaq shumë mbështetje, simpati asnjëherë sikurse kësaj radhe prej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dalja nuk ka qenë në zgjedhje e kënaqshme, pra është dalje më e ulët se sa në zgjedhjet e vitit 2010 dhe madje edhe në ato lokale 2013. Por sido që të jetë, ne tash me këtë përkrahje të shtuar do ta forcojmë organizatën tonë dhe me qeverisin e mirë në Prishtinë e me opozitën e drejtë në Kuvendin e Republikës Kosovës, do të përpiqemi që mandati i qeverisë së ardhshme të mos jetë 4 vjeçar, por para kësaj të mos lejojmë kurse që PDK-ja, e cila fatkeqësisht doli e para, partia e korrupsionit, e privatizimeve, pazareve me Serbinë, e krimeve nga më të ndryshme, t'i pamundsohet që ta formojë qeverinë, sepse nëse vazhdon kjo parti shtet edhe 3 apo 4 vite të tjera, atëherë shteti i dobët i Kosovës rrezikon që pakthyeshëm të bëhet shteti dështuar. Çfarë do thotë kjo? Cili do jetë veprimi juaj konkret? Unë kam kontaktuar tashmë me rrethin e kryetarëve të partive tjera politike opozitare, pra të LDK-s, të AK-s edhe të Nismës, edhe kam kërkuar takime me ta, kudo e kurdo, por sa më parë. Pra jam i gatshëm që takohem ose në selita partive të tyre, ose të vinë ata këtu në vetëvendosje, në mënyrë që ta theksojmë të përbashtën tonë, e cila do duhet që t'ja pamundësonte PDK-s formimin e një qeverie të re, po gjithnjë përbrenda regjimit të vjetër si logjik e si koncept. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që nëse ju e pamundësoni qeverisjen Partisë Demokratike që ka rezulton fituese deri tani e zgjedhjeve, do thotë që jeni të gatshëm që komplet si grup, si parti bashkë me LDK-n dhe partitë e tjera të krijoni një mazhorancë tjetër? Kjo është e mundshme, për shkak se numrat në Kuvendin e Republikës do të jenë të tillë, dhe për këtë arsye ne do duhej që të ulemi dhe sërish të bisedojmë se si do duhej që të ecnim përpara, se si do duhej që të vazhdonim tutje, por paraprakisht është e domosdoshme që ta pamundësojmë qeverinë e PDK-s. Nëse do e arrini qëllimin të parë për pamundësimin e qeverisjes nga të PDK-s dhe nuk e arrini qëllimin të dytë, vendi do të shkonte në zgjedhje të reja, a do të ishte një kosto e tepërt kjo për shtetin? Besoj që kostoja më e madhe për shtetin është pikërisht këtë qeverisja e PDK-s dhe nuk ka kosto tjetër e cila do të mund të krahasohej me këtë. Është tepër herët tash të flas
për takimet e 5 e të 6 që do t'i zhvillonim ne krerët e subjekteve opozitare, mirë po është evidente që unë jam optimist që nga këto takime ne do të mundnim që ta parandalonim për një kohë shumë gjatë këtë qeverisin e PDK-s duke nxjerrë PDK në opozitë. Bashkëqeverisja e gjitha partive opozitare në një skenar të dytë përposa asaj që PDK ta krijojë qeverinë, siç ka rezultuar fituese zgjedhjeve, do të thoshte që ju të kishit nevojën edhe për votat e minoriteteve. A do të ishit i gatshëm të bashkëqeverisin edhe me pakicat serbe, nuk do përbënte problem për ju kjo? Spari në Kosovë nuk ka vetëm pakica serbe, se shpesh herë harrojmë pakicën rome, ashkali, turke, bosnjake kështu me radhë, ata kanë 10 vende. Sa kanë vende të garantuara serbët, po aq kanë edhe të gjitha pakica tjera marrë së bashku, edhe ata të gjithë pranojnë Republikën e Kosovës, nuk janë të krahasueshëm me deputetët serb. Mandej ka edhe deputetë serb, po ata janë pakicë që e pranojnë Republikën e Kosovës. Megjithëse në këtë mandat kuvend do të jenë 2 sosh, ndërkaq 8 do të jenë praktikisht të dirigjuar nga Beogradi. Por mos harroni që këto subjektet LDK, Vetëvendosje, AK dhe Nisma marrë së bashku, këto e bëjnë një numër bukur të madh. Pra, këto marrë së bashku mund ta kalojnë edhe numrin 60, që është gjysma e kuvendit të Republikës. Por duhet të shohim rezultatet deri në fund, në mënyrë që vetëm pas të dhënave të sakta të mund ta kemi parashikimin po ashtu të saktë. Përveç se një solucion i tillë teorikisht i mundshëm, gjithashtu teorikisht janë të mundshme edhe 2 të tjera. E para është që shkojmë në zgjedhje të sërishme dhe kësaj radhe me ofanzivë opozita. Sepse kur u shpërndau kuvendi i Republikës, ofanzivën e pat PDK-ja. Ndërkaq tash do të mund të shkonim ne me ofenzivë. Dhe një solucion i tretë është që partitë e tjera opozitare bashkë me pakicat ta krijojnë qeverinë, ndërkaq Vetëvendosja ta mbështeste atë me kusht. Pra me kusht që nuk te kalohen disa vija të kuqe. Po them, është tepër herët tash të flasim për këto skenare. Më e rëndësishmja në këtë fazë është që të përqendrojmë të gjitha forcat tona dhe energjitë tona në parandalimin e në pamundësimin e një këtë qeverisje të tretë të thasë të rrallësi. Dhe një pyetje të fundit. Vazhdimisht Lëvizja Vetëvendosje ka patur një aksion opozitar të jetë radikal brenda dhe jashtë kuvendit. Por kjo nuk është se i ka pëlqyer shumë Komitetin Ndërkombëtar dhe nuk është se ka mbështetur ose përkrahur shumë nismat tuaja. A mendoni se në kundërshtim me këshillat e Komitetit Ndërkombëtar, kujtoj këtu edhe aleatëve të afërt Kosovës, SBA-s, Bashkimit Evropian, do ta kishit të mundur një qeverisje të qetë dhe do ja arrinit ishit në qeverisje? Ne po qeverisim shumë mirë në Prishtinë, në komunën e Prishtinës, dhe aty kemi fituar në dhjetorin e vitit kaluar, dhe me thënë janë bërë 6 muaj ca që ne po ndoshta në nivel qendror është problemi diku tjetër? Ndoshta, por kështu thuj edhe për nivelin lokal. Nuk mendoj që është shumë problem për faktorët ndërkombëtar. Unë nuk preferoj ta përdor fjalën bashkësi ndërkombëtare ose komunitet ndërkombëtar, për shkak se nga përvoja ime nuk është tash bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për konglomerat interesash të shteteve të veçanta, të federatave, të entiteteve dhe të korporatave të fuqishme ekonomike e financiare. Avionit i qëndroni ides për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën? Bashkimin e Kosovës me Shqipërinë patjetër, sepse Kosova është marrë Shqipërisë. Edhe unë mendoj që kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk është kufi shqiptarëve. Është kufi Jugosllavisë, i Serbisë dhe duhet ta heqim. Kosova duhet të bëhet sovrane dhe ta gëzojë të drejtën për t'i bashkuar Shqipërisë. Dhe me një referendum do të mund ta bënim këtë. I bashkojmë burimet njerëzore, i bashkojmë resurset natyrore, bashkojmë tregun dhe interesi ekonomik, interesi i sigurisë na thonë që bashkimi është i nevojshëm, por edhe vullneti i popullit besoj që është për bashkim. Të gjitha sondazhet e tregojnë një gjë të tillë. Ky vullnet duhet të shndrohet në të drejtë dhe do të krijoshim balanse të reja në Ballkan, të cilat do të ishin jo vetëm më të drejta, por gjithsesi edhe më afatgjatë. Zoti Kurti, faleminderit. Faleminderit shumë juve.